Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po fillojmë me ligjëratën e 64 në leximin dhe shpjegimin e veprës Meraki el-Falah, Sharh Nur al-Idah të Imam Shërbëlalit rahimahullah. Në ligjëratën e fundit kemi ngel te përgatitja e xhenazës, kemi përfunduar de facto me përgatitjen e xhenazës. Dhe tani sot do të flasim sipas radhitjes që e sjell imami, është faslun fi salatil xhenaze, pra falja e namazit të xhenazës. As-salatu alayhi ka kafanihi wa dafnihi wa tajhizihi fardhu kifayetin. Namazi i xhenazës, thot Imam Shërbëlali, është ngjajshëm sikur qefinimi, pra barrimi dhe përgatitja, që janë farz kifaje. Farzi kifaje nuk është farz ain, nuk është farz personal, individual, por është farz kifaje ose farz kolektiv. Farz kifaje është kur një pjesë e popullatës ose e vendit e kryen atë detyrim, e kryen atë vepër, dhe të tjerët nuk obligohen, pra bjen përgjegjësia prej të tjerëve. Nuk është sikur namazi që është farz e ain, çdo kush e ka në veti për ta falë namazin, kurse në namazin e xhenazës po është edhe përgatitja, po është edhe qefinimi dhe varrimi, krejt këto janë obligime, janë farzi kifaje. Këtu du të potencoj një send tjetër. Kjo është për ato të cilët nuk janë aty, sepse po të ishte namazi i xhenazës farzi ain, do të ishte vështirësi shumë e madhe për popullatën e vendit, sidomos të zëmë në një fshat apo qytet, sikur çdo kush ta kishte farzi ain për faljen e namazit xhenazës, do të kishte një vështirësi shumë të madhe në mesin e popullatës. Po përderisa një pjesë e popullit, e xhamatit, e kryen këtë obligim, ky obligim shkarkohet nga popullata tjetër ose nga pjesa tjetër. Kështu është dispozita në parim, kurse nuk duhet të kesh kuptohet dhe të kesh përdorur kjo. Personi i cili është prezent në momentin kur falet namazi i xhenazës, ai është aty. Nuk ka të drejtë, për atë është farzi ain, për atë është farz personal, sepse ai veç është aty. Ai nuk e ka pas farz me dal, ose me qenë aty, por momentin kur ai është aty, nuk ka me thonë, pas s'ka gjë pse se fali unë që janë këto tjerët, dhe tani le ta falin këto, jo, tani bëhet shndrohet në farzi ain për personin që është aty. Për këtë arsye, thonë dietarët, nëse personi është aty dhe po fillon falja namazit xhenazës dhe kjo është i papërgatitur, respektivisht nuk ka abdes, për këtë edhe pse ka ujë, aty afër ka ujë, po ki nuk ka kose derisa shkon dhe të merr abdes, përfundon namazi i xhenazës, në këtë rast ki ka të drejtë që të merr tejemum dhe të bashkangjitet faljes së namazit të xhenazës. Fayakfuru munkiruha li inkarihi al-ijma fi al-bidaya as-sanai, në veprën e al-bidaya was-sanai, bidaya was-sanai të Imam Kasanit ose Kashanit, që thonë disa, thotë ai që e konteston faljen e namazit të xhenazës konsiderohet kafir. Kontestuesi i namazit të xhenazës konsiderohet kafir
për shkak të kontestimit të ixhma'it të dietarëve islam, sepse të gjithë e kanë verifiku ose e kanë vërtetu të themi se namazi i gjenazës është farzi kifaje. Prandaj duhet kemi kujdes këto dhe nuk po flasmi tani për shpërblimet dhe sevapet se sa janë për të falë namaz gjenazës, është çështje tjetër, ne po flasmi për dispozitat e faljes së namazit të gjenazës. Wa arkanuha ruknet ose farzët e namazit të gjenazës, thot autori, e tekbiratu wal qiyam. Namazi i gjenazës, pra nuk përbëhet prej recatëve, siç përbëhet namazet e rëndomta. Për atë thuhet në literaturën e fikut, me theks veçantë të fikut hanefi, namazet e rregullta dhe namazet jo të rregullta. Na vjen shpesh kjo fjali në fik, kur bëhet fjalë për namazet e rregullta dhe jo të rregullta. Namazet e rregullta janë ato namaze të cilët ka ruku dhe sejdë, kurse jo të rregullta është namazi i gjenazës, që nuk ka as ruku, nuk përbëhet as prej rukujt, nuk përbëhet as prej sejdës, e as prej etehijatit, pra ka farze mangu. Autori thot, rukni i namazit të gjenazës është tekbirët, wal qiyam dhe qëndrimi në këmbë. Lakin التكبير الأولى شرط باعتبار الشروع بها وركن الاعتبار قيامها مقام ركعة في باقي التكبيرات كما في المحيط. Këtu thot autori, tekbirët, pra 4 tekbirë, se na vjen ma vonë se përbëhet prej 4 tekbirëve, po dietarët thonë tekbiri i parë nuk është rukn, por është sharti namazit të gjenazës. Do të pa atë nuk mund të fillon namazit dhe konsiderojnë si pjesë të jashtme ose hyrje në namazin e gjenazës. Argumenti për farzi kifaje është ajeti kuranor wasalli alejhim, pra, dhe falja namazin atyre. Namazi i pejgamberit alayhis salam është urdhri i Allahut xhalleshanu që i thot pejgamberit alayhis salam, faleu namazin njerëzve, dhe hadithi ku pejgamberi alayhis salatu wassalam thot sallu ala kulli birrin wa fajir, faleni namazin çdo njeriu që është musliman, pra që është besimtar, edhe kur është i mirë, musliman i mirë dhe i devotshëm, po edhe kur është musliman po ka mangësi ose ka vepra të këqija. Fajir, njeri fasik që është i prishur, po vërtetohet se është besimtar islam. Shërajtuha, pra ruknët e namazit që kanë 2, namazit të gjenazës, që kanë tekbirët edhe qëndrimi në këmbë. Kushtet e namazit të xumas, të gjenazës. Shërajtuha sittetun, kushtet e namazit të gjenazës, thot Imam Shërbëlali, janë 6. Awwaluha, kushti i parë, islamul meyyit li'annaha shafa'atun wa laysa likafirin. Kusht për qenë namazi i gjenazës farzi kifaje, është kushti i parë është që i vdekuri duhet të jetë musliman. Sepse thot, namazi i gjenazës është çështje e shefatit, është çështje e ndërmjetësimit, është çështje e lutjes, është çështje e duas që e bëjmë te Allahu për të falë. Laysa likafirin, e kjo nuk bëhet për jo muslimanin. Argument për këtë dietarët, ku e kanë nxjerrë argumentin për këtë, thot wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ku i thot Allahu xhaleshanu dhe mos u afal atyre pra jo muslimanëve askujt namazin në surën Tauba, namazin e tyre bëhet fjalë për munafiqët wa humul kafara
e ato janë jo besimtarët. لأنها شفاعة للميت وإكراما له, sepse kjo është ndërmjetësim për të vdekurit, është ndërmjetësim në aspektin se të gjallët i luten Allahut xhalla shanuhu që ai të ja falë mëkatet dhe gabimet të vdekurit që e kemi përpara. Kjo është një formë e ndërmjetësimit, wa ikramen lehu është respekt, nder për të vdekurin, wa talaban lil magfirati dhe kërkim për falje të magfiret, wal kafiru la tanfa'uhu ash-shafa'a wa la yastahiqu al-ikram. Kurse kafiri as nuk i vlen shefati, ne edhe nëse bojmë dua për të vdekurin që është jo musliman, duaja ati nuk i bën mirë. Dhe as që meriton me respektu, kështu thot fi Tebinul Haqaiq të Imam Zaileios në gjuzin e parë. Pra prej kushteve të para, edhe kryesor, por prej kushteve, është që i vdekuri që të jetë musliman. Kushti i dytë, taharatuhu, që imami, që i vdekuri të jetë i pastër. Pra, më shkurt, për të mos e kompliku, që të jetë bë larja e gjenazës. Pra, nuk mund të i falet namazi i gjenazës nëse nuk është bë larja, pra pastrimi i gjenazës. Në rastet kur për ndonjë arsye, se ka raste për aksidentale, në për aksidente të ndryshme, ose për shkak të smundjeve, si që ishte, nëse në kujtohet se nuk ka qenë shumë kohë kjo, pandemia kur ishte për shembull, në rastet kur nuk ekziston mundësia e larjes së gjenazës, mundësia fizike, as hedhje e ujit, as fërkimi, kontakti me të vdekurin, ose për shkak të ndonjë sëmundje që rrezikohet i gjalli nëse e pastron, ose për shkak të ndonjë ndeshje që është shumë e trishtueshme, apo ku e di unë, pjesë të trupit janë troshituna, Zoti na ruaj. Në këtë raste nuk i falet namazi i gjenazës pa u varros. Pra, fillimisht lëshohet në tokë, mbulohet, dhe atëherë i falet namazi i gjenazës, sepse prej kushteve të namazit të gjenazës është që gjenazja të jetë e pastër. Kur e lëshojmë në varr dhe e mbolojmë, kjo konsiderohet, toka konsiderohet pastrim për të vdekurin, sepse tejemumi është zëvendësim i ujit. Edhe te abdesit tejemumi, kur marrim tejemum, ku marrim? Gjithçka që është prej dheut, prej tokës. Në këtë rast konsiderohet se toka është pastrim për të vdekurin. Për me rëndësi është sharti i parë që të jetë musliman, sharti i dytë është që të jetë i pastër. Wa thalith, kushti i tretë është taqaddumuhu amam al-qawm, që gjenazja të jetë përpara xhamatit. Pra, nuk mund të falmi në namazin e gjenazës, ajo është dikua që manë ose mas shpine, dhe ne kemi kiblën këtë drejtim, edhe të falmi, po gjenazja është mas neve. Jo, është kusht që gjenazja të jetë para imamit, respektivisht para xhamatit. Kushti i katërt, pra kushti i parë ishte Islami, kushti i dytë ishte pastrimi i larjes së xhenazës, kushti i tretë është që xhenazja të jetë para imamit, respektivisht para xhamatit, mos jetë manë ose prapa. Kushti i katërt, huduruhu au huduru akthari badanihi au nisfihi ma ra'sihi, që xhenazja i vdekurit, trupi të vdekurit, të jetë aty, të jetë prezent. Kjo nuk kupton se nuk falet, sipas medhebit Hanefi, nuk falet namazi salatul ghaib, namazi i gjenazës ati që gjenazja e ti nuk është prezent. Ka vdek diku, se këtu pak edhe xhallartë për ngatrojmë sendet, po edhe xhamati po më shumë xhallartë, se ka vdek një nga gjajtë t'ja falmi namazin e gjenazës. Nuk lejohet sipas medhebit
Hanefi, salatul ghaib nuk lejohet, sepse prej kushteve të namazit gjenazës, të Imam Shërëmbulali dhe të tjerët, pa na e kemi këtë është para veti, thot është që gjenazja të jetë aty para neve, të jetë prezent kur t'i falet namazit gjenazës, ose huduru ektheru bedenihi, prezenca e shumicës së trupit të tij. Në raste aksidentale, ndeshje, ku e diu, mund që të zhduket ndonjë pjesë e trupit, por nëse është shumica e trupit, do thotë mbi 50%, është trupi i të vdekurit, është prezent, mund të i falet namazi i gjenazës, ose e unisfihi, ose gjysma e trupit, me rësihi, me kokën e tij. Është gjysma e trupit, se kjo e konsideron beden trup, e ndan kokën prej trupit. Pra kur thot e unisfihi, gjysma e trupit, është fjala prej kjo pjesa deri e te poshtë. Gjysma e trupit bashkë me kokën i falet namazi i gjenazës. E nëse nuk e ka këtë, atëherë nuk i falet namazi i gjenazës, sepse konsiderohet se ai nuk ekziston në momentin e faljes së gjenazës. Kur tham ne që nuk falet namazi i gjenazës, sipas mëdhebit Hanefi, nëse gjenazja nuk është prezent, ose salatul ghaib, falja namazit të gjenazës për personin që nuk është trupi i tij këtu, nuk lejohet sipas mëdhebit Hanefi. Sigurisht dikush mundet me thonë po mirë, pejgamberi alayhis salam e ka falën gjenazën e Nejashiut, dhe Nejashiu nuk ka qenë prezent. Imam Shërëmbulali dhe dietarët tjerë të mëdhebit Hanefi thojnë kanat bi mashhadihi karamatan lahu. A thot kjo ka një karamet, ka diçka tjetër këtu. Sepse ne, si njerëz të rëndom, ne nuk jemi në pozitën e pejgamberit alayhis salam. Sepse pejgamberi alayhis salam ka qenë pejgamber dhe ai ka pas edhe mrekullitë e tija. E mrekullitë nuk ndodhin te njerëzit tjerë. Ndodhin vetëm të pejgamberit. Pra thot kjo është mu'gjizetun lin nabi. Falja namazit gjenazës, që e përdorin dietarët tjerë, respektivisht mëdhebit Shafi, se lejohet falja e namazit të gjenazës të atij që nuk është prezent, duke u mbështetur në hadithin ose në ngjarjen e Nejashiut që e ka fal pejgamberi alayhis salam, dietarët tanë të mëdhebit Hanefi thonë jo, ki nuk është argument për neve për faljen e namazit të gjenazës pa prezencën e gjenazës, për shkak se kjo është mrekulli e pejgamberit alayhis salam, dhe ajo që ka qenë mrekulli për pejgamberin nuk është argument për neve. Madje e shpjegojnë këto dietarët, thonë kur ka vdek, të hadithin që transmeton Umran ibn Husejni, kur ka vdek Nejashiu dhe është lajmëruar pejgamberi alayhis salam për vdekjen e tij, dhe u ka thonë, i ka informuar sahabët, dhe u ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, qohuni që të falim namazin e Nejashiut. Pejgamberi ka qenë para dhe xhamati ka qenë mrapa. Pse është mu'gjize konsiderojnë? Sepse thonë dietarët, Allahu xhalla shanuhu e ka ul tokën, dhe e ka ngrit kufomën e Nejashiut, trupin e tij. Dhe pejgamberi alayhis salam e ka pa trupin e Nejashiut kur e ka fal, e ka pa gjenazën e Nejashiut kur e ka fal. Kjo është mrekullia pra, që Allahu xhaleshanu e mbledh ose e ul tokën dhe e ngrit gjenazën, dhe pejgamberi alayhis salam e ka pa gjenazën e Nejashiut, trupin e Nejashiut. Ky kusht është për imamin, nuk është kusht që edhe xhamatit ta shohin
trupin ose gjenazën përpara xhamati, janë bashkangjit kujt? Imamit. Thonë dietarët e medhhebit Hanefi, kjo është kusht, po kjo është mrekulli, për këtë arsye që mrekulli, sepse ka ndodhur mrekulli e cila ka ndodhur te pejgamberi dhe nuk ndodh te ne, sepse nuk kemi ne mrekulli. Ngjajshëm Muavija ibn Mezni, njëri prej sahabëve, e dini këtë rast sigurisht, kur kanë qenë në Tebuk, pejgamberi alayhi salatu wassalam, betejën e Tebukut atje, dhe Tebuku, tash nuk e di, parafërsisht ka 700 diçka kilometra prej Medinës, është në kufi me Jordanin këndej, i ka ardhur lajmi, ka ardhur Xhibrili alayhis salam dhe i ka kallëzu pejgamberit alayhis salatu wassalam se ka vdekën ki Muavija. E ka pyetur, a don t'ia falish namazin e xhenazës? Thot po pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe Xhibrili thot, e rrafshon, e ul tokën, pra kodra sendet i ul poshtë, dhe ja mëson që pejgamberi alayhis salam prej Tebukut, të e sheh xhenazën e Muavijut në Medinë dhe t'ia falë dhe i thot, radhituni, i thot sahabëve, radhituni, thot, në saf, pra në rreshta. Dhe mos e ja fal namazin e xhenazës, dhe pejgamberi alayhis salam çka? E ka pa pra xhenazën në Medinë. Dhe kjo është mrekulli, është mu'gjize, nuk është ngjarje e zakon që mund ta ban çdo kush. Me që nuk është ngjarje që mund ta ban çdo kush, nuk është argument i rëndom, argument që ne mund të argumentohemi. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, mos i që e fali namazin e xhenazës, thot kam parë në secilin saf që janë falë muslimanët, thot secilin prej safëve në namazin e xhenazës i kam parë nga 70.000 me lajket duke e falur namazin e xhenazës së Muavijës. Kjo është vlerë shumë e madhe. Në secilin saf kishte nga 70.000 melek që e falnin namazin e xhenazës së këtij personi. Dhe pejgamberi alayhis salam e njihte këtë njeri, por nuk kishte informacion prej nga e mori këtë keramet, çka është vlera e këtij, pse kjo, pse po ndodh. Dhe e pyeti Xhibrilin alayhis salam. Dhe Xhibril, bime edrake dhalike, këtë vlerë, me çka e arriti këtë vlerë, çfarë ka punu ky njeri? I tha Xhibrili alayhis salam, tha bi hubbihi surat kul huwallahu ahad. Tha këtë vlerë e ka arritën për shkak se e ka dash shumë surën kul huwallahu ahad. Tha Xhibrili, ky njeri surën kul huwallahu ahad e kishte në gojë në çdo moment. Kur shkonte dikun, kur vinte dikun, pra heste rrugës, e përsëriste gjithë një kul huwallahu ahad, Allahu samad. Kur rrinte, kur ulej, në çdo moment gjithnjë e lexonte surën kul huwallahu ahad, dhe kjo është një mundësi për ne, për prindërit tanë, për motrat tona, për nanët tona, sepse nuk është, për shembull, kjo surët Bakara që është halli me mësu, dhe kur me mësu se është e gjatë, këtë e dim këtë, madje dhe fëmijët e vegjël e dim, thot pejgamberi alayhis salam, thot Xhibrili alayhis salam, thot këtij njeri që ja radhiti Allahu, ja mësoi një herë. Kerameti i parë ku është? Që namazin e xhenazës t'ia fal pejgamberi prej Tebukut edhe pse s'ishte në Medinë. Sepse namazi i pejgamberit nuk është i njëjtë me namazin tonë, respektivisht, namazi i jon nuk është i njëjtë me namazin e pejgamberit. Fjala salat në aspekt gjuhësor është dua, lutje. Lutja e jon, a mund të jetë e barabartë me lutjen e pejgamberit? Jo, nuk është e barabartë. Namazi i jon, a është i barabartë me namazin e pejgamberit? Jo. Prandaj, prej rregullave të namazit xhenazës, thonë sahabët, është që borxhi që e kemi,
Kur ka vdek dikush pejgamberi alayhis salam, nuk I ka pyet njerëzit sikur të thënë ka disa vende, jo gjithkund, po disa vende ka. Si e dëshmoni se është njeri I mirë, është çështje tjetër pastaj. Pejgamberi alayhis salam I ka pyet të pranishmit. Ka thonë ky njeri ai ka borxh dikuj? Nëse I kanë thonë po, ka borxh. Ka thonë a ka kush e pagun borxhin? A ka trashëgimtar, djem, vlezër, bab, kush qëndron pas këtij? A ka dikush mundësi me ja pagu borxhin? Nëse ka lajmëruar antari I familjes, kujdestarëve, ka thonë po, ne e paguajmë, e ka fal xhenazën. Nëse s'ka pas kush me ja fal, s'është lajmëruar kush, s'ka pas të afër. Ose s'ka pas mundësi për t'ja paguar, për shkak të borxhit, e ka pyet pejgamberi sahabët tjerë, a ka mundësi dikush, vullnetarisht me ja pagu borxhin këtij zotërisë, me ja lehtësuar, sepse thot pejgamberi alayhis salam na vjen ma vonë diku se shahidi kur dalim, se thot Allahu xhallashanu I ja fal shahidit të gjitha gabimet illa dejn, përveç borxhit. Borxhi është I rand. A ka dikush vullnetarisht që ka kapital, ka pasuri prej muslimanëve, që don me ja ftof lëkurën prej dënimit të xhenemit këtij vllaut ton dhe siguron gradat larta në xhenet? A paraqit dikush prej muslimanëve? Po, s'ka. Ka pyet pejgamberi alayhis salam. A ka arka e shtetit pare shteti? A ka pare me ja pagu borxhin këtine? Nëse ka, e ka detyru arkën e shtetit Bejtul Malin pra. Nëse edhe këtu s'ka, çfarë ka bëu pejgamberi? Ka thonë sallu antum fa inni la usalli. Sahabë u ka thonë faljani ju xhenazën këtine, se unë nuk ja fali. Ky rast apo ky hadith në fik nuk është argument që namazi I xhenazës nuk është argument, pra nuk e nënkupton se namazi I xhenazës, se e kam dëgjuar këtë, për këtë po e them. Namazi I xhenazës nuk I falet atij që ka borxh. Jo, nuk është argument për këtë. Është argument se mjafton humbja e njerit që në prezencën e pejgamberit me ta falë ti namazin e xhenazës dikush tjetër përveç pejgamberit. Sepse pejgamberi ka thënë sallu antum, faljani ju, fa inni la usalli, sepse unë nuk ja fali namazin e xhenazës këtij. Prandaj për të arrit këtë vlerë, kur e pyeti Xhibrilin se ke Muavija, çfarë ka bë ke? Çfarë vepre ka bë që e ka këtë respekt që pejgamberi 700 kilometra larg t'ja mundson Allahu xhallashanu që kita këtë prezent. Sepse dietarët pastaj thonë se pejgamberi alayhis salam, kjo ka qenë mrekulli. Mrekulli. E ka ul Xhibrili me krahun e tij tokën, e ka ngrit xhenazën dhe e ka afruar, e ka bashku tokën. Dhe këtë xhenazën e këtij Muavijes e ka pa pejgamberi alayhis salam. Kurse xhamati që janë kënë mbrapa këto nuk e kanë pa. Por këto ju kanë bërë tabi imamit dhe këto, për këto është salatul gajb. Po në realitet për pejgamberin nuk është salatul gajb. Me këto dy faktet, në Xhashiut edhe këtij sahabijës, e rrëzojnë pretendimin e mendimit imamit me dhebit Shafi se namazi I xhenazës për gaib nuk lejohet. Dhe këtë duhet ta kemi parasysh se po bim ngradh s'ka ne. Ka vdek njëri në Zvicër, shembull, apo në Gjermani, e kanë varrosë edhe atje, ka varrezat muslimanëve, e tash ki hoxha, duke vështirë se të bëhet lojal ndaj atij xhamatit, hajde xhamat t'ja fal me filonit namazë. Jo, nuk lejohet. Tani, kur themi nuk lejohet, nëse e bën një vepër të palejuar, atëherë ti nuk e arrit sevap, ke arritën edhe mëkat. Prandaj këto janë rregulla, nuk I kam përcaktuar ne. I kanë përcaktuar pra kushtet e Islamit ashtu si I kanë përcaktuar. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme, kur e pyeti për shkakun, sebepin, si këtë grad, një që t'ja fal namazin e xhenazës pejgamberit prej 700 kilometra, dhe e dyta thotë I kam pa secilin rresht, secilin saf që e ka pas pejgamberi, ka 70.000 melaqe të radhitura në saf,
Të që ka bo kë njeri, me çfarë vlera ka, thot, bi hubbihi li suret Ikhlas, ose bi suret Kul huwa Allahu ahad. Elhamdulillah, kjo është një rahmet i madh, një mëshirë e madhe për njerëzit tanë, e me thekë veçantë, ato që Zoti i ka sprovu me ndonjë smundje, me ndonjë palëvizje, ka njerëz që nuk mund të lëvizin, rrin shtrat, rrin krevet, rrin kulis, po goja i punon, mendja i punon, lexoje pa ndërprer, nëse nuk di me lexuar surët Bekara, Ali Imran, Nisa, Yasin, ku e di une, lexoje surën Ikhlas në çdo, mos i numra. Nuk ka nevojë të spit me i numru 1 herë, 2 herë, 10 herë, 100 herë. Lexoje sa më shumë që të kesh mundësi, edhe me abdes, po edhe pa abdes, kur është përmes lejohet leximi i Kuranit edhe pa abdes. Pra kjo është vlera e surës El Ikhlas ose surët Kul huwa Allahu ahad. والخامس كون المصلي عليها غير راكب وغير قائد بلا عذر لأن القيام فيها ركن. Namazi i gjenazës nuk duhet të jetë diku në mjet të udhëtimit. Në mjet të udhëtimit është këto fjala për ato që lëvizin. Në mushk, në kali, në gomar, në transport, diçka. E tani këto mjetët, nëse është për shembull ta zem traktor, po është në kerë traktorit, superkulis traktorit, ose është në tokë kombit, mund t'i falës, sepse ajo është ndalur, nuk është vend që nuk duhet ta marrim kështu, kallëp se ka thënë jo, se këtu është fjala nëse ajo është në lëvizje e sipër. Kjo është kushti i 5 dhe kushti i 6, keunul mejiti mavduan alal ardi li keuni kel imam min vejh. Pra ajo duhet jetë i vënduar, i lëshuar, ose në tokë, ose diçka e ngritur pak prej tokës, por para imamit dhe para xhamatit. فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز صلاته على المختار إلا إن كان من عذر. Nëse i falet namazi i gjenazës duke e majt njerëzit në dorë ose duke ecë me gjenazën, thot namazi i tij është i pavlefshëm, sepse njerëzit që ndojnë dorë duhet të jetë lëshuar. Ky është mendimi i zgjedhur dhe me cilën jepet fetfaja në madhhabin Hanefi, illa bi udhrin, me përjashtim nëse ka ndonjë arsyetim që thot në Tebinul Haqaiq të Imam Zeileiut. E tani këto çka janë udhrat është çështje tjetër, sigurisht se ka për parasysh edhe çështjet e luftrave dhe betejave të cilat ndodhin. Këto ishin pra 6 kushtet e faljes së namazit të gjenazës, po i përsëris në mënyrë kështu taksative. E para ishte që t'jetë musliman, e dyta që t'jetë gjenazja e lamet dhe të pastrume, e që t'jetë përpara xhamatit, që t'jetë prezent namazi i gjenazës, jo salatul ghaib në mungesë, që t'jetë i koncentruar ose xhamati në tokë, ose mos t'jetë në mjet të udhimit, që gjenazja t'jetë edhe ajo e lëshuar në tokë ose diçka e ngritur prej tokës, por jo në duart e njerëzve ose gjatë ecës. Këto ishin 6 kushtet për faljen e namazit të gjenazës. Tani thot sunetët e faljes së namazit të xhumas. Sunetët që kanë të bëjnë me namazin e xhumas. El ula, suneti i parë, qiyamul imam bihidha'i sadri al-mayyit. Dhakaran kana al-mayyit aw untha, li'annahu mawdi al-qalb wa nuru al-iman. Gjenazja, imami është sunnet, pra tani se bitisëm me kushtet. Është sunnet që imami, të zonë këtu është gjenazja, imami është sunnet që të qëndron të gjoksi për para gjoksit të vdekurit. Pavarësisht se i vdekuri është burrë ose është grua. Pra jo në mes, jo te koka, por imami të qëndron drejt gjoksit të vdekurit. Ma thot të drejtën, këtu ka shumë ihtilafate, nuk po du të lëshohem në këto, po
Këtu që e paraqet Imam Shërbulali, thot duhet të qëndron drejt në gjoksin, pra drejt gjoksit të vdekurit, pavarësisht se është burr apo është grua, pse thot li'annahu mawdi'ul qalb wa nurul iman, sepse vendi zemrës që është stacioni i besimit, është stacioni i imanit, i punëve të mira dhe i punëve të këqija. Wa thania, suneti i dytë është الثناء بعد التكبيرة الأولى lezimi i subhanës pas tekbirit të parë. Wa huwa subhanaka Allahumma wa bihamdika ila akhiri. E dim krejt, subhanaka Allahumma wa bihamdika deri në fund. Suneti i parë është mu qu imami me qëndru drejt gjoksit të vdekurit, pra gjenazës. Suneti i dytë, masi të merët tekbiri, se tekbiri çka ishte? Ishte rukën. Pra, mas tekbirit, sunet është që të lezohet subhania. Këtu të ne, po ndalëm pak të kjo, këtu të këne, është tradit që i thuhet xhamatit majdhune e përdore, atë që të themi, bashkangjitjani, wa gjalla thanauke wa la ilaha gayruk. Pra me bashkangjit këtë fjalë, subhanës të namazi i gjenazës. Ki nuk e thot këtë, se ki ka qëtër transmetim, subhanaka Allahumma wa bihamdika ila akhiri. Të vepra Imam Kashgurit është një vepër munjetul musalli, atje thot se ka një transmetim prej një sahabiut që shtohet edhe fjala wa gjalla thanauke. Këtë transmetim nuk është obligativ, nëse e shton, s'ke bot keqe, ke bot mirë, se është dua. Nëse nuk e shton, nuk ke bot dishka të keqe, se nuk e ke dëmtuate. Mirë po, edhe te vepra merakje el-ikhtiyar li ta'lil al-mukhtar, Imam Mausiliut, atje thot se Imam Ebu Jusufi propozon, pra është i mendimit që të shtohet wa gjalla thanauke. Tani nëse shtohet është mirë sepse është pjesë e lutjes, por nëse nuk shtohet, nuk prish diçka në namaz. Por atë që po du të them se ndëgjova diku, se duke e shpjegu dikush se thot, kja nuk ka bazë në literaturën islame dhe preferante hoxhallarve që mos të nxisin xhamatin të thuan këtë. Jo pra, e vërteta është se ka bazë. Madje Imam Ebu Jusufi thot se këtë e preferoj edhe në namazet tjera, jo vetëm të namazi i gjenazës. Pra, shtimi i fjalës wa gjalla thanauke ka një transmetim prej sahabive të vepra është prej veprave të ralla, munjetul musalli, vepra quhet Imam Kashgurit, është një libër shumë serioze, që në atë libër shpjegohen disa sende që vështirë i ke t'i gjesh të libra të tjera. Dhe unë kam pas një histori gjatë me çështjen e kësaj gjalla thanauke, për një disa viteve, unë nuk e kam gjetë në literaturë, kam pyet shumë hoxhallar, 30 vjetër, për me ma gjetë një argument, fillimisht krejt zotoheshin se do t'a gjojnë pa, në fund rezultonte se nuk kam gjetë askush një argument për këtë, dhe unë u detyrova me parashtru një pyetje me shkrim Darul Iftra, Akademias së Fetvave në Egjipt, dhe më kthin përgjigjen dhe ato më i dhanë sinjale se ku, në cilët libra dhe prej nga vjen transmetimi ndrejtuar drejt librës Munjetul Musalli dhe atje e gjeta argumentin. Pra është çështje tjetër, por wa gjalla thanauke ka bazë, pse ne nuk e dim, ajo është çështje tjetër. O thanje, athanau ba'da tekbirit, pra mas tekbirit të parë, të lezohet subhania duke shtu
Po edhe duke mos e shtu, por ne me që e shtojmë, pse jo, edhe është dua, pse jo, nuk kemi gjanë. وجاز قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه عندنا. Lejohet thot leximi i surës El-Fatiha, El-Hamid, biqasdi thena, me qëllim ose në zavendësim ose duke e synuar leximin e subhanës. Këdha nusë alehi indena, thot kështu shkruan në literaturën tonë. Ka thonë, salejtu me Anas ibn Malik, njeni prej sahabe, Ebul Ghalib, ka thonë, salejtu me Anas, jam falë mas Enesit, radiallahu anhu, një gjenaze, Anas ibn Malik, falni, jo Anas ibn... Ala gjenazet i rëgjullin fekame hijalu rësi, da i ka qëndruën të koka, po ajo që është e rëndësishme, se leximi i surës Fatiha me nijet të duat në vend të subhanës, me dhebin ton është gjaiz. Te me dhebi Shafi është farz, leximi i Fatihas. Prandaj këtu, në i përzin kablës këto gjallartë, kur dalin dhe thojnë, se si mund të falet namazi i gjenazës pa surën El-Fatiha. Fil Bukhari, shpjegon pra Shërumbulali, nuk është se dikush po na vjen neve me një hadith dhe po na kallëzon se na nuk e pas mindi këtë hadith dhe ki po na kallëzon thot jo, transmeton Imam Bukharia prej Ibni Abbasit, që të dyja figurat fortë, edhe Ibni Abbasi edhe Bukhariu, po, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam salla ala janazatin fa qara bi Fatihatil kitab. Bukhariu, transmetimin e Ibni Abbasit se pejgamberi e ka fal namazin e një gjenaze dhe e ka lexuar surën El-Fatiha. Fa qala li ta'lamu annahu min as-sunnah. Thot këtë e ka bo që ta kuptoni se është prej sunetit pejgamberit. Wa hiya fardun inda Shafi'i. Leximi i Fatihas te medhebi Shafi është fard. Që du të them këtu që mos ta komplikoj më shumë? Argumenti cili është argumenti që e përdorin këto e kemi shpjeguar një herë më herët, në fillim diku para, nëse zgaboj diku para 50 e kusur ligjëratave, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë la salate illa bi Fatihatil kitab. Nuk ka namaz pa leximin e surës El-Fatiha. Dhe këtu thonë përfshihet edhe namazi i gjenazës. Përfshihet edhe namazi i gjenazës, që nuk kupton se në vend të subhanës lexohet sura El-Fatiha me urdhër të pejgamberit la salate illa bi Fatihatil kitab. Dhe kjo, leximi i Fatihas në namaz, qoftë namazet e rregullta, qoftë namazi i gjenazës është farz, duke u mbështetur në këtë hadith. Hadithi është sahih. Okej. Djetarët e medhebit ton e interpretojnë, e bojnë te'vil hadithin. Çështja e parë, a ka namaz pa ruku dhe pa sejdë? Warka'u ma'a raki'in. Çka ka për qëllim këto? Namazin përgjithësi. Pra krejt namazin Allahu xhaleshanu e quan çka? Ruku. A ka namaz pa ruku? S'ka. Pa ka pa sejdë? Në parim s'ka, po ja që pas ka. Do thot, kur themi se ka, i themi se ky namaz, për cilin po flet
ti, është namazi i rregullt i cili përbëhet prej rukujt, sejdës e kështu me radhë. Ne jemi të bisedu jo për namazin e rregullt, jemi të bisedu për namazin jo të rregullt, që nuk ka ruku edhe nuk ka sejdë, nuk ka recate për ka tekbire. Bimana e dua. Ne thot, Imam Ebu Hanifja, djetarët ta thënë, ne për falim për namazin në kuptimin e lutjes, duas. Argumenti që e parashtron këtë tjetër, nëse ju kujtohet, hadithi, kur ka qenë njerë pejgamberi alayhis salam në xhami dhe vjen një arap, vjen një arap edhe falet që aty në veti. Falet edhe vjen të pejgamberi në xhami, i jep selam, pejgamberi nuk ja merr selamin, thot, o ti filan, më bi shkurt. Kum fesalli fa innaka lam tusalli, çau falo se nuk u fale. Aja qua peta fale, pet ka orë, kum fesalli fa innaka lam tusalli. Thot çau fale se nuk e fal. 3 herë. Tha ja Rasulullah, thonë që kështu di. Atëherë i ka dzoj pejgamberi. Tha kur ta marrish tekbirin qëndro, kur të rish në kam kiamin, bane kiamin. Kur të bëjsh lezimin, bane lezimin. Kur të bëjsh rukuin, bane i tmenan, qësimin, sejdën, i e ka dzoj krejt, farzët. Aja përmeni Fatihan? Po të ishte lezimi i Fatihas farz, atëherë detyrimisht pejgamberi se i përmendi krejt farzët. Detyrimisht pejgamberi do t'ja shpjegonte edhe lezimin e Fatihas. Nga vetë fakti se nuk ja tha pejgamberi dhe heshtja e pejgamberit kur duhet të flet nuk lejohet, sqarimi kur duhet të sqaron, apo mos sqarimi kur kërkohet sqarim nuk lejohet, atëherë kjo jep me kuptu se kjo nuk është prej farzëve të namazit. Por prej farzëve të namazit është leximi i Kur'anit, jo i surës El-Fatiha. Pastaj tha pejgamberi në hadithin tjetër që e bën takhsis, që e specifikon këtë hadith. Tha ai çka nuk e lexon surën El-Fatiha në namaz, fa salatu khidaj, namazi i tij 3 herë tha pejgamberi këtë. Namazi i atij që nuk e lexon surën Fatiha në namaz është çka? Khidaj është i mangët. Është i, nëse është farz, nuk mund të jetë i mangët, është i prishur. Është vujuduhu ke ademihi. Ekzistimi, humbja e farzit në një vepër e shkakton në ibadate, e shkakton zero ibadetin, sikur të mos ekzistante. Humbja e farzit me qëllim ose pa qëllim s'ka rëndësi. Mos leximi i Kur'anit, mos kryerja e rukujt, sejdës në namaz, shkakton që namazi të jetë i barabartë fund me zero. Pse është farz. Po të ishte leximi i surës El-Fatiha farz, si tha pejgamberi, a dasht thot pejgamberi se namazi i tij është batil, është i barabartë me zero, se s'ke plotsu farzin. Por pejgamberi tha, namazi i tij është i mangët. Prandaj Imam Ebu Hanifja thot, me që është i mangët, e zbret një kategori në farzin, e zbret lezimin e Fatihas vajib në namazet e rregullta dhe në nivelin e sunetit të namazet jo të rregullta. Pra të namazi i gjenazës. Jo që këta e kanë ignoru, apo nuk e kanë ditë dhe ka ardhur dikush tash, në shpjegon se jo, detyrimisht duhet të lexohet surja Fatiha të namazi i gjenazës. Ne u themi, nëse lexohet surja Fatiha në vend të subhanes nuk ka gjatë të keqe, pra nuk e prish namazin, por sipas sunetit, sipas qëndrimit me dhebit ton, është sunet që të lexohet subhania, jo, por të lexohet surja El-Fatiha, sepse subhania çka është? Është lutje, është dua. Dua, thëna, dua është. Pra të thot imami këtu, lejohet leximi i surës Fatiha me nijet të lutjes.
jo me nijet të leximit të Kuranit. Pra themi xhamatit ton, nëse e ke lexuar vend subhanës surën El Fatiha, fala bes me qëllim, nuk ka gjë të keqe, po nëse nuk guxojmë t'i themi se ti poshtë që se nuk e ke lexuar namazin surën El Fatiha në namazin e xhenazës, namazi është i prishur, kjo nuk zën pozicion dhe nuk ka vend. Prej suneti i tretë është salatu ala nabi ba'da takbirati thania. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salatu ibrahimije që i themi ne, që është salavati i rëndom, të ne që kemi si pas transmitimit të Abdullah ibn Mas'udit, mas tekbirit të dytë, këndohet Allahumma salli, Allahumma barik. Suneti i katër është e dua u lil mejit, wa li nafsihi wa jamaatil muslimin. Kjo këndohet mas tekbirit të tretë, të namazit gjenazës. Mas tekbirit të tretë, bëhet dua, lutje bëhet për të vdekurin, po bën lutje nërë për vetën tënde, bën lutje për të vdekurin që Allahu të mëshiron, Allahu të falë, Allahu t'ja falë mëkatet, e kështu me radhë, dhe wa jamaa edhe për krejt muslimanët. Prej suneteve të lutjeve është gjithmonë që lutja të zgjerohet, jo vetëm për veti. Të zgjerohet duke fillu prej të pejgamberi alayhis salam, e kështu me radhë që të përfshihen në lutje të gjithë muslimanët të gjallë qofshin apo të vdekur. Wala yata'ayyanu lahu ay ad-du'a shay. Nuk ka ndonjë dua të veçantë që duhet, që kjo dua duhet lexohet se s'ban tjetër. Pra nuk ka të përcaktuar, por duhet të bëhet min ad'iyatil ma'thura. Ma'thura janë lutjet ma'thura janë që kanë bazë në Kur'an dhe në Sunet, që ka transmetime, që i ka bërë pejgamberi. Mos lutesh ti me fjalë tua, se jemi në namaz, sido që tjetë jem renda namazit. Mirë po duhet tjetë inda bil ma'thur anin nabi, pra nuk ka se që kjo lutje duhet bëhet është specifikume, ne e themi këto është duaja enkas për namazin e xhenazës, nuk ka dua enkas, por është që përdoret me shumicë, pa mund tjetër, po mund. Çdo lloj lutje, çdo lloj duaje që lutesh për veti, për të vdekurin, për merhumin, për merhuma tjerë, është e pranuar. Fa huwa ahsanun wa ablag, që të ketë o rëgja e kabulihi, ne shpresojmë që Allahu Gjallëshanu t'i pranun. Thot Imam Shërumbulali, ve men hu ma hafidh al-Auf ibn Malik, thot prej që këtini duajave të shumëta që janë, ki Auf ibn Malik, thot e ka një transmetim prej pejgamberit, se pejgamberi e ka bo këtë dua, Allahumme gfir lehu warhamhu, وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من العذاب القبر وعذاب النار. Një prej formave të lutjeve. A mundet që të dua? Po, ka edhe pozicion, pra mund, nuk është e fiksuar se që kjo, dhe nuk lejohet tjetër. Vë yusallimu vujuban ba'da tekbirit ar-rabi', pra pasi të këndohet kjo duaja, merret tekbiri i katërt dhe jepet selam vujuban për dal prej namazit gjenazës. Min gajri dua, dhe pas tekbirit të katërt, nuk ka më lutje. Pra, marim tekbirin, Allahu Akbar, por nuk i ngritin dur, tha? E marim tekbirin, nuk ka më nevoj dua, por drejt japim selam
në anën e djathtë dhe te ne është edhe në anën e majtë, sepse disa medhhebe kanë vetëm në anën e djathtë dhe del prej namazit, japim selam, assalamu alaikum rahmetullah, assalamu alaikum rahmetullah, dhe përfundon namazi i gjenazës, thot kështu, kështu shkruhet, kështu cilësohet, vlerësohet namazi i gjenazës në dhahirur rivaje, në ato 6 librat baziket me dhebit Hanefi, të cilët janë përpiluar prej Muhammed ibn Hasan al-Shejbanit. Istahsana ba'du al-mashayikh an yaqul Rabbana atina fid dunya hasana, ose Rabbana la tuzigh qulubana. Këto janë ajetet Kuranit, po janë dua. Këtu nuk i lexon ki për ajete, i lexon për dua. Se Imam Shërbulali po thot, mas tekbirit 4 s'ka më nevojë dua. Merë tekbirin, jep selam. Thot, istahsana ba'du al-mashayikh, e kanë preferuar disa hoxhallar, disa dietar, që mas tekbirit, para selamit, të lexojnë ajetin Rabbana, duan, të them, Rabbana atina fid dunya hasana, ose Rabbana la tuzigh qulubana, formë duas, pastaj t'jep selam. Kjo është istahsen, e kanë preferu, nuk është obligative, madje nuk e ka as nivelin e sunetit. Dhe këtu përfundon namazi i gjenazës. Wala yurfa'u yadayhi bighayri at-takbirati al-ula fi dhahiri ar-riwaya. Tash po shpjegon, nuk ngritën duart të tekbirët përveç se në tekbirin e parë, kur të nisim me e falë namazin e gjenazës, e marrëmi tekbirin, lidhemi dhe të tekbirët tjera nuk ngritën duart, por qëndron në atë pozicion që shi. Kështu thotë është në dhahirur rivaje. Abu Huraira radiallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhis salam idha salla ala al-janazati rafa yadayhi fi awwal takbiratin. Pejgamberi kur falte namazin e gjenazës, i ngrinte duart vetëm në tekbirin e parë, pastaj e vendonte dorën e djathtë mbi të majtën. Suneni i Daraqutnit. Ibn Abbasi thot, pejgamberi alayhis salatu wassalam كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يرفع بعده وكان يكبر 4. Ibn Abbas thot pejgamberi alayhis salam tekbirin e parë i ngriste duart, pastaj merrte pozicionin, pra e lidhte ki, thot. Abu Huraira thot e nënte dorën e gjathtë mbi të majtën, ki thot e merrte pozicionin e namazit, wala yarfa'u, dhe nuk i ngriste më duart, wa kana yukabbiru 4, pra i merrte 4 tekbira, sepse përbohet prej 4 tekbirave. Kjo është wa mithlahu Ibn Mas'ud, ngjashëm thot transmetimi edhe Ibn Mas'udit. ولو كبر الإمام 5 لم يتبع. Nëse imami të e falë namazin e gjenazës, du të përfundoj me këtë, për atë e zgjatëm pak. Nëse imami ka marrë 4 tekbire dhe ka marrë tekbirin e 5, me rreth, gjë normale. Thot xhamati nuk e pason. Por çka ban? Yantadhiru salamahu. Yantadhiru salama. Por qëndron. E pres selamin e imamit që dalin prej namazit bashkërisht. Kjo është mendimi më i zgjedhur fil mukhtar, li yusallima ma'ahu fil asah, sipas mendimit. Wa fi riwayatin yusallimu al-ma'mum kama kabbara imamuhu az-za'ida. Ata është ka dhe një mendim tjetër, një transmetim tjetër, se kur imami e merr tekbirin e 5, xhamati japin selamin. Por unë preferoj, për hir të asaj që është unike, që mos krijohen pastaj, se ndonjëherë kur tregon shumë mendime, veç ngatron xhamatin, le të jetë ajo që është statike. Njeriu ka gabu, imami ka marrë tekbirin e 5, ne nuk japim selam shkemi pas imamit, e presmi imamin në heshtjen, qetësi
që selamin të bëjmë me bashkarisht me imamin. ولو سلم الإمام بعد الثالث ناسيا كبر الرابعة ويسلم. Se imami mas të këbirit tret ka dhënë selam, me harres, ka ka mendu se të katërtin. Dhe i kujtohet ndërkohë. Kebbere, përsëri e merë të këbirin dhe jep selam. Për me plëtsuhet të këbirin e fundit. Sepse ki qka ka humbën vetëm të këbirin e fundit. Pra merë të këbirin dhe jep selam. Wala yustaghfiru li majnunin aw sabi illa dhanba lahuma. Istighfar, kërkim falje, me thonë, o Zot falje, o Zot mëshiroj, o Zot falje mëkatët, o Zot. Thot nuk ka nevojë këto dua të bëhen për njeriun e sëmur psikik, që ka vdek, pra është fjala për të vdekurin, dhe për fëmijën, sepse ato nuk kanë mëkate. Neve është gjë normale, është njerëzore, për shembull kur na vdes një fëmijë në dhimbët, por në realitet ai duhet dhimbët për ne. Në realitet, ai në çfarë pozicioni është që pa mëkate, ose kur për cilin dika që ka qenë i smut, për shembull në dhimbët e gjinaj. Jo gjina, na kemi met, jo ki. Se u ledhen bele, ai s'ka mëkate. يقول في الدعاء اللهم اجعله فرطا الفرط بفتحتين الذي يتقدم الإنسان من ولده أي أجرا متقدما. Për këtë nuk ka nevojë me thonë o Zot falje mëkatet, falje gjunat. Thot pa, ki thot o Zot bëne thot këtë, bëne Zot këtë, si të them, si prijatar, si sevap, që i paraprind sevapëve të prindit të ti. Do të se ki ndërmjetëson për prindin, ki lutët për prindin, për fëmijën. Prindin nuk lutët për fëmijën, o Zot falje mëkatet, s'ka mëkataj. Se është gajru mesul, është i vogël. Ki fëmija thot, ne lutemi, thojmë o Zot, këtë fëmijën e këtij filanit, banet që ki tjetë prijatar, jetë mballë të lutjeve për prindin e tij. Që ajë t'i lutet Allahut që prindi ti të mëshirot. Pastaj ka hadithe atje që ajë nuk shkon, kur e urdhon Allahu Gjaleshanu me shkon në xhenet, thot ku e kam prindin, thot nuk shkoj pa prindin, që janë çështje tjera që nuk i kemi në temë këto. Vej'alhu lana ajran, dhe atë që e bërë ki fëmija pra lutjen, edhe ki si sebeb, le tjetë kish përblim për neve, për prindin, po edhe për neve. Çka është fjala këtu? Fjala është se për të vdekurin që është i sëmur psikik, që nuk ka mesulien, dhe për fëmijën nuk ka nevojë ne të lutemi për atë me dua që të na bën Zoti kabul që këtë ta fal prej mëkatit, ta fal prej gjunave, por se ne kemi nevojë të lutemi për ata njerëz të cilët janë të moshës madhore dhe që janë psikikisht apo mendërisht të shëndosh, që Zoti t'ia falë atij mëkatet, ta pranon në rahmetin e tij, ta mëshiron e kështu me radhë. Dhe me këtë përfundon Imam Shrumbulali edhe me sunetet, pra i shpjegum ruknet, i shpjegum kushtet, ruknet dhe sunetet e namazit të xhenazës, dhe këtu përfundon de facto pas dhënjes së selamit përfundon namazi i xhenazës, dhe tani ka një kapitull tjetër që e hap ki, faslon bimen huwa ahaqqun bi salatihi, kush ka më shumë të drejtë për me e falë namazin e xhenazës, dhe këtu do të vazhdojmë të ligjërata tjetër, dhe deri të ligjërata tjetër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.